Përndryshe, Shqipëria rrezikon të bëjnë vend numëro, duke humbur kohën më të çmuar dhe mundësitë më të mëdha që ka pasur ndonjëherë në dispozicion për të ngjitur më në fund aty ku prej dekadash, shekujsh e kërkon amaneti i Skënderbeut dhe Ismail Qemalit dhe ku patjetër e meritojnë fëmijët tanë dhe gjeneratat e tjera. Dhe çdo vend numëro për Shqipërinë sot është rënje e trendit të rritjes ekonomike dhe e fuqisë vendit nesër për të vazhduar të jetë tërheqës, të jetë dinamik dhe të jetë i respektuar ndërkombëtarisht. Rreziku që ne të bëhemi irrelevant është real. Dhe kur them ne, kam parasysh vendin tonë. Ndërkohë që jemi më relevant se asnjëherë dhe mund të bëhemi ende më relevant. Pse i them këto? Le ta nisim